Instituti i Shëndetit Publik shpalosi shifra alarmante për të prekurit nga HIV-SIDA. Ata informojnë se vetëm gjatë vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut kanë vdekur 8 persona nga SIDA dhe janë regjistruar 38 persona të rinj me HIV ose SIDA, që përfaqëson një incidencë prej 2.1 raste për 100.000 banor. Në raportin e institutit me rastin e 1 dhjetorit, ditës botërore të luftës kundër SIDA-s, numri i rasteve këtë vit është 25, presje 5% më i ulët, krahasuar me vitin 2024, ku kishte 51 raste. Shumica e rasteve të reja në vitin 2025 janë banor të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër paraqiten si raste të izoluara në 14 qytete të ndryshme të vendit. Një rast i regjistruar është i një shtetasit të huaj. 8 persona kanë humbur jetën nga shkaqet e lidhura me SIDA-n. Nga 38 rastet e reja, 37 janë meshkuj dhe vetëm një femër. Mosha mesatare e të infektuarve është 35 vjeç, me diapazon nga 23 deri në 64 vjeç. 73.7% e rasteve janë në grup moshën 20 deri 39 vjeç. Sipas njoftimit të ISHP-s, Maqedonia e Veriut konsiderohet vend me prevalencë të ulët të HIV-it, që nga vitin 1987 deri në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 726 raste me HIV ose SIDA. Në të njëjtën periudhë kanë vdekur 138 persona nga shkaqe të lidhura me SIDA-n, që përfaqëson një shkallë vdekshmërie prej 18 presje 2%. Sipas ISHP-s, terapia antiretrovirale ka përmirësuar ndjeshëm mbijetesën e njerëzve që jetojnë me HIV. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çdo vit mesatarisht 46 persona preken me virusin HIV, ndërsa 440 persona të prekur po marrin trajtim.